5 prill 2026, ditë e diel. Si ditë e rëndësishme që futet në fushën e karrierës dhe ka të bëjë me përgatitjen për ditën e hënë. Megjithatë, ka një kuptim mes asaj që është e realizueshme në fushën e karrierës, mes asaj që duam të bëjmë diçka. Marrim këtë duhet të bëjmë diçka. Është më mirë sepse para se të bëjmë një blerje, para se të bëjmë një nismë, para se të nisim diçka të rëndësishme për të ardhmen e atëherë, presim pak që çfarë mund të ndodhi dhe si mund të ndikojnë gjërat, dhe më pas të arrijmë atë ku duam ne. Por duke pasur parasysh disa gjëra që neve nga njëra anë mundohemi shumë që të jemi korrekt me punën ose me gjërat, por nga ana tjetër nuk është korrekt me neve. Edhe që të bëjmë një kontratë ose me mirëbesim, sot është shumë vështirë të besosh në gjëra që ti nuk e njeh. Atëherë mund të bëjmë një studim të rregull, nëse do të bëjmë një blerje, duhet pasur kujdes. Ndikimi planetare ofrojnë shumë gjëra që na diktojnë